vetëm dëshmitar të hijeve të tjerëve, që janë dokumentuar në historinë e shkruar të njerëzimit. Ne jemi edhe protagonist dhe nuk mund të ndryshojmë asgjë pa e pranuar këtë. Nëse beson se çdo mendim i errët apo i çuditshëm është i joti, ti do ndihesh fajtor dhe i turpëruar. Por nëse kupton se psikika është një sistem i gjerë ku kalojnë rryma të ndryshme mendimi, ti bëhesh një vëzhgues i tyre. Kjo të jep lirinë të zgjedhësh. Ky mendim kaloi në përmendjen time, por unë nuk do të veproj sipas tij, sepse nuk e përfaqëson atë që unë dua të jem. A të ka ndodhur ndonjëherë të kesh një mendim kaq të huaj për natyrën tënde, sa të jesh habitur se nga erdhi? Sot duam të flasim për dikë që nuk e dallojmë thuajse fare, por që është prezent çdo ditë në marrëdhënie dhe është armiku yt. Është armiku i vetes tënde. Je ti, i vetes sime, jam unë. Sot do të flasim për mua dhe ty e drejthijet tona. Përshëndetje dashur mik, mirë se ke ardhur në podcastin e radhës në intimitet. Jemi në sezonin e dytë, episodi i parë. Unë jam Denila, bashkë me mua është edhe Marseli, edhe në këtë episod ne do të flasim për armikun e vetes tonë. Armikun e vetvetes. Mirëmbrëma edhe nga unë dashur miq, është kënaqësi e madhe që dëgjohemi edhe në këtë sezon të dytë, ku shpresojmë të sellim tema jo vetëm pikante, por që të jenë të dobishme dhe të cilat prekin përditshmërinë tonë. Edhe këtë temë në fakt si e kemi gjetur këtë radhë. Si e kemi gjetur me Danila, si e kemi gjetur? Gjatë një udhëtimi, nga valët e radios transmetoi një këngë, edhe qoftë unë, qoftë Marselina e kemi shumë shef këtë këngën, besoj dhe shumë prej jush që jeni duke na dëgjuar. Është një këngë mes viteve 90, me sa më kujtohet 96. Po, është vitet 1996. Titullohet Ti nuk më meriton. Teksti është një përshkrim i fuqishëm i dinamikave të forta emocionale edhe dualitetit, apo mund ta quajmë ndryshe përleshjeve, ndjesive që ndodhin në çift, por sidomos brenda vetes. Faktikisht sa herë kam dëgjuar këngën, kam ndier se është bërë një analizë e mirëfillt psikologjike. Duket se lufta është me tjetrin dhe patjetër është, ka një përpjekje për ta bërë të kuptoj, pra për ta ndryshuar ose për t'i vënë kufi tjetrit. Por përgjatë këngës duket se thelbi zhvendoset. Armik i vetvetes jam. Pra, në këtë marrëdhënie pranohet që problemi nuk është vetëm jashtë apo jo, por ka një konflikt të brendshëm. Ka dashuri, patjetër, që ende ekziston, por ka edhe padurim edhe shumë zemërim. Mund ta shikosh kështu. Tjetri duket se është shkaku i dhimbjes. Vetja është fusha ku zhvillohet betejë. Tani se si mund të sjellësh brenda 4 minutave një ambiguitet të tillë, pra një përplasje dhe njëkohësisht një shkrirje emocionesh që janë në luftë me njëri tjetrin, kjo është merit e penës Aides edhe vjes melodike të kompozuar nga Armend Rexhepakishi. Tani vargu që na ka mbetur më shumë në mendje, kur e kemi dëgjuar së fundmi, ishte armik i vetvetes jam. Më vonë gjatë një bisede, zbulova se ka një verë me emrin El Enemigo, që do thot armiku. Vera El Enemigo është krijuar në Argjentinë nga Alejandro Vigil, një nga enologët më të njohur të Amerikës Latine, dhe Adriana Catena, e cila rrjedh nga një familje shumë e famshme për prodhimin e verës. Mirë, po pse quhet El Enemigo apo armiku? Emri nuk lidhet me armiq të jashtëm, por me një ide shumë më filozofike. Armiku më i madh është vetja jonë. Pra armiku më i madh i vetes tonë është pikërisht vetja jonë. Ky është koncepti qendror i Markës, pra sipas krijuesve, njeriu shpesh saboton vetveten. Frika, pasiguria, hezitimi janë armiku i brendshëm. Edhe suksesi vjen kur përballesh dhe e kapërcen këtë armik. Dhe në mënyrën se si prodhohet vera, të duhet fokus te cilësia dhe identiteti. Ata që duan të krijojnë vera të jashtëzakonshme duhet të sfidojnë normat klasike, të kërkojnë diçka që është më autentike. Pra edhe vetë vera është një sfidë ndaj vetes, po themi. Në fakt, El Enemigo do të thotë armiku. Edhe shpesh, në fund të çdo rruge që kalojmë në jetë, njerëzit nuk kujtojnë shumë beteja, por vetëm një, atë që kanë luftuar brenda vetes. Kjo është beteja që na formson. Dhe ndoshta e njëjta gjë ndodh edhe ndikon jo pak edhe në çift. Më duket se në shumë marrëdhënie problemi nuk fillon me atë që bën tjetri, por me atë që ne mendojmë për atë që bën ai. Po, apo jo, Danila? Mendoj që po, edhe janë mendime që vinë shumë shpejt në fakt, nuk kanë filter. Ti mendon, nuk po më kupton. Apo diçka nuk është në rregull, ose po më largohet.
Edhe në atë moment nuk je më duke parë realitetin, por je duke parë interpretimin tënd. Është sikur krijohet një version paralel i marrëdhënies në kokën tonë. Një histori që nuk është domosdoshmërisht e vërtet, por ndihet si 100% reale. Edhe ajo që është më e forta, trupi reagon sikur të ishte e vërtet. Fillon tensioni, fillon ankthi, nevoja për të kthyer përgjigje ose përmbrojtje. Këtu hyn edhe ajo ideja që kemi diskutuar shpesh për armiku i vetes. Jo sepse ne duam t'i bëjmë dëm marrëdhënies, por sepse mënyra si e lexojmë situatën na çon në reagime që e dëmtojnë marrëdhënien. Pra, në thelb, nuk është partneri që po na lëndon në atë moment. Është historia që po ndërtojmë brenda vetes për atë që po ndodh. Dhe kjo histori zakonisht nuk lind aty për aty. Vjen nga përvoja e mëparshme, frikëra, pasiguri. Është si filtr që e vendosim mbi realitetin. Pak a shumë si te ideja e Carl Jung për hijen. Carl Jung ishte një psikiatër zviceran, patjetër shumë i njohur në zhvillimin e psikologjisë analitike, e quajtur gjithashtu analiza jungiane. Kur ai fliste për hijen, tregonte se ato pjesë të vetes që nuk i kemi kuptuar mirë, fillojnë të projektohen tek tjetri. Gjatë intervistës së tij të famshme me John Freeman në emisionin e BBC Face to Face në vitin 1959, Jung argumentoi se rreziku më i madh për botën nuk është teknologjia apo forcat e jashtme, por vetë psikika njerëzore. Jung u shpreh gjatë kësaj interviste. Kemi nevojë për më shumë kuptim të natyrës njerëzore, sepse i vetmi rrezik real që ekziston është vetë njeriu. Psikika e tij duhet të studiohet sepse ne jemi origjina e gjithë të keqes që po vjen. Më falë të bëj pyetje. Po. Jungu kishte rilcat herë apo ekzistonte rilcat në kohën e Jungut? Në 59-ën ka pasur. Në 59-ën, okay. Jo, po ta bëj si pyetje se po të ekzistonin rilcat në kohën e Jungit, më sigur që Jungu do bënte shumë rilca vet. Jung besonte se çdo individ mbart një hije, një anë të errët që përbëhet nga instinkte dhe dëshira të shtypura. Nëse nuk njihet dhe nuk integrohet me vetdije, kjo hije mund të projektohet te tjerët, duke shkaktuar konflikte dhe urrëtie. Dhe kështu ndodh diçka shumë e çuditshme. Ti flet me partnerin tënd, por në fakt po reagon ndaj diçkaje brenda vetes. Po, dhe partneri shpesh nuk e kupton pse reagimi është kaq i fortë, sepse ai ose ajo po sheh një situatë, ndërsa ti po ndjen një histori. Kjo është pika ku marrëdhëniet fillojnë të tensionohen pa ndonjë arsye të dukshme, sepse problemi nuk është ngjarja, është interpretimi. Dhe ndoshta pyetja më e rëndësishme nuk është çfarë bëri ai ose ajo, por çfarë po i them vetes për këtë që ndodhi. Sepse aty fshihet armiku, jo tek tjetri, por tek mënyra si e përkthejmë realitetin. Jo çdo mendim është i vërtetë. Jo çdo frikë është realitet. Dhe ndoshta aty fillon një marrëdhënie më e shehtë, jo sepse tjetri ndryshon, por sepse ti fillon të mos luftosh më me hijen tënde nëpërmjet tij. Marcel, së fundmi është folur shpesh për neuroplasticitetin. A ke dëgjuar për të? Neuroplasticiteti është aftësia e jashtëzakonshme e trurit për të ndryshuar, riorganizuar dhe përshtatur strukturën dhe funksionin e tij gjatë gjithë jetës. Tani si do ta lidhim këtë me pjesën që diskutuam më përpara. Pra ne folëm në mënyrë të vazhdueshme që ne jemi armiku i vetvetes, folëm që kemi një hije brenda vetes sonë, e cila her pas here del në sipërfaqe, pra nëse gjërat nuk janë trajtuar ashtu si duhet. Nëse ne nuk i kemi parë në sy mendimet tona, edhe ato gjëra për të cilat ndoshta na vjen turp t'i pranojmë. Pra nuk nuk kemi përballur me to, por thjesht i kemi shtypur, atëherë her pas here pra kjo gjë na ndikon edhe në marrëdhënien tonë në çift. Flitet shumë së fundmi për neuroplasticitetin dhe për faktin se si ne mund të ndryshojmë mënyrën se si mendojmë. Këtu kemi një ndërthurje në fakt mes asaj që besojmë dhe asaj që është vërtetuar shkencërisht. Fjala e Zotit ka folur për riformatimin e mendjes 2000 vite të shkuara. Ndërkohë që tani shkenca diskuton për sa i përket neuroplasticitetit. Ka një lidhje mes këtij vërtetimi shkencor dhe konceptit të ripërtëritjes mendjes që gjejmë në Bibël, duke konfirmuar që mendimet e përsëritura edhe praktikat shpirtërore e riformsojnë edhe fizikisht trurin. Në vazhdim të kësaj që po thua, të citoj Romakëve 12:2, ku apostulli Paul i drejtohet kishës Romës thotë: mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtëritjes së mendjes suaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe i përsosuri vullneti i Perëndisë. Ai çfarë Pali është duke sugjeruar këtu është që për ne si krijesa, mënyra më e mirë që neve të formatojmë të menduarit edhe vepruarit ton është që të jemi të lidhur me krijuesin. Dhe ai përdor termin fjala e Perëndisë, që nuk kupton që ajo që ne themi dhe bëjmë të jetë
konform asaj që Perëndia thot dhe bën. Kjo është ajo çfarë na jep fjala e Perëndisë që sapo ndau Marceli. Ndërkohë që së fundmi është zbuluar se ka një bazë biologjike për transformimin e modeleve negative të mendimit, zakoneve dhe traumave emocionale. Ju e njihni historitë me filmeve western, ku të pranishëm janë dhe ato indianët e Amerikës asaj kohe. Ju keni parasysh, një kemi parasysh edhe shefat indian, që ishin pleqtë e fisit me ato pendët e shqiponjës, me lullën e famshme të paqes dhe me këshilla që ata u jepnin njerëzve, popullit tyre. Dhe ka qenë, është personazh real, historik, mund ta kërkoni në Google, ka qenë një nga shefat e fisëve indiane, quhej Dyqen. Emrat e indianëve kanë qenë të tillë, sipas karakteristikës që prindët e tyre dëshironin që fëmia i tyre të kishte, për shembull shqiponja krenare apo jaguari këmbshpejt, emra të tillë. Ky shef i fisit, njërin prej fisëve indiane, nuk më kujtohet se cili, quhej Dyqen. Dhe e pyesin pse ky emër. Edhe Dyqen përgjigjej sepse brenda meje janë dyqen, të cilët luftojnë nga mëngjesi në darkë për të fituar. Dhe cili fiton? Ai që ushqej më shpesh. A Dyqen të jep konceptin pikërisht të kësaj të cilët ne jemi duke diskutuar, e armikut të vetvetes. Është ideja që çfarë ne ushqejmë më shumë, çfarë ne i japim vend më shumë, ai ka për të fituar në fund të ditës. Çfarë ne shohim më shumë, çfarë ne lexojmë më shumë, çfarë dëgjojmë më shumë. Edhe të gjitha këto krijojnë rrugë mendimi. Dhe njeriu ka tendencë që nëse ka krijuar rrugë familjare të neuronave, atëherë ajo rrugë bëhet gjithmonë më shpesh. Por ka një mundësi riformatimi. Bibla, siç e tham, na e ka thënë shumë vite më përpara. Tani po zbulohet shkencërisht. Leo vetëm në kuadër të kësaj që sapo the, të lexoj diçka nga Bibla, nga letra e apostullit Paul drejtuar romakëve, flet pikërisht për këtë gjë dhe mua kur e kam lexuar për herë të parë, edhe në fakt sa herë lexoj më mahnit mënyra se sa bukur Pali e përshkruan të lloj lufte të njeriut me vetveten dhe thot, sepse unë nuk kuptoj atë që bëj, sepse nuk bëj atë që dua, por bëj atë që urrej. Edhe nëse bëj atë që nuk dua, unë pranoj që ligji është i mirë. Por tani nuk jam më unë që veproj, por mëkati që banon në mua. Në fakt unë e di se në mua, do me thënë në mishin tim nuk banon asgjë e mirë, sepse ndonse e kam dëshirën për të bërë të mirën, nuk ja gjej mënyrën. Në fakt, të mirën që unë e dua, nuk e bëj, por të keqen që s'dua, atë bëj. Ai vazhdon dhe akoma më shumë, po kaq interesante, por desha të ndalesh atë kjo për të parë se si në një mënyrë kaq brillante apostulli Paul na jep atë luftën e njeriu me vetveten. E njeriu e di se çfarë është e mira, do ta bëj këtë gjë, por nuk e bën. Zgjedh me vetdije të bëj të kundërtën asaj që ai dëshiron të bëj. Mendoj që në momentin që ne vetëdijsohemi për hijen tonë, aty kemi arritur një zbulesë të jashtëzakonshme. Kur njeriu arrin të takohet me anën e errët që gjendet brenda tij, ne besim shumë shpesh flasim. Kemi qenë duke folur. Hijen e përcakton Jungu në mishin ton mëkatar, e përcakton Pali më së pari. E përcakton fisi indian. Por në thelb pra është kjo lufta mes mirës dhe skeqes që gjendet tek njeriu. Dhe kur ne kuptojmë që nuk mund ta përballim këtë të vetëm, mendoj këtu fillon shpëtimi. Kur ne kuptojmë që kemi nevojë për një shpëtimtar, për një ndërmjetësues, kemi një autoritet të përsosur për të gjithë ata që besojnë dhe që është kaq i dukshëm në gjithësinë ku ne jetojmë. Ka ekuacione që nëse nuk i shpjegojmë përmes krijimit dhe përmes të pasurit një krijues, unë mendoj që me të vërtetë jemi shumë besimtar. Se ndonjëherë themi që ateistët thjesht nuk besojnë në Zot, po ndonjëherë më duket sikur ka nevojë për më shumë intensitet besimi tek ata, sesa tek ata që besojnë në krijuesin. Dhe ka një lajm të mirë. Dhe lajmi i mirë është Jezu Krishti. Biri i Perëndisë që erdhi në botë për të marrë mëkatet e njerëzimit. E kujdo që beson në emrin e tij, dhe kush është ai çfarë ne duhet bëjmë? E vetmja gjë që ne duhet bëjmë për të shkarkuar nga gjithë kjo barë që diskutuam deri tani, është të besojmë te Krishti, e tek fjala e tij që është Bibla. E ta lejojmë frymën e shenjtë na formatoj në imazhin e birit Perëndis.
Pra të lejojmë Perëndin të ndryshojë mendjen tonë. Lejojmë Perëndin të jetën tonë, zemrën tonë. Të shkojmë tek ajo pra krijesa kthehet te Krijuesi dhe lidhet me Krijuesin. Si mund të lidhet? Që dhe Bibla na jep vetëm përmes Krishtit. Jezu Krishti thotë, unë jam e vërteta, rruga dhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati vetëm nëpërmjet meje. Jezu Krishti ishte Perëndi, erdhi lindi si një foshnjë, jetoi pa mëkat gjatë gjithë jetës së tij dhe vdiq në kryq për mëkatet e mia dhe mëkatet e tua, që je duke dëgjuar, edhe siguroi një mundësi që ne të kemi sërish kontakt me Atin. Që duhet kuptuar që është një Perëndi i përsosur, në të nuk gjendet kurrfar mëkati. Edhe për këtë arsye, pra, siç diskutuam kaq shpesh për hijen më përpara, ishte pamundur për ne që të mund të krijonim një marrëdhënie me të. Por tani më përmes Krishtit e kemi këtë mundësi. Dhe kemi mundësinë përmes ti dhe frymës shenjtë që banon tek të gjithë ata që kanë besuar te Krishti si Zoti dhe Shpëtimtar, që të mund të bëjmë ripërtëritjen e mendjes sonë përmes fjalës së Zotit edhe frymës së tij. Kështu që neuroplasticiteti është absolutisht real. Ne kemi parë në jetën tonë se si ka funksionuar për çështje të ndryshme. Nuk po themi që ne jetojmë një jetë të përsosur, ne jemi shumë larg të qenit perfekt, jemi me të vërtetë duke u përballur ende me hijen tonë dhe kam përshtypjen do ta bëjmë këtë të gjithë jetën që do të jemi këtu në tokë, por është shumë ndryshe kur ti kupton që ka një shpresë të jashtëzakonshme dhe ka një vend ku ti mund të shkosh dhe të flasësh me Perëndin pa pasur absolutisht turp apo ndjesi faji për gjërat që e duke kaluar, por duke folur me të si me personin që të kupton më shumë se gjithkusht tjetër, edhe që të do me një dashuri sa dha birin e tij të vetëm lindur në kryq. Duke kombinuar parimet shpirtërore biblike të udhëhequr nga fryma me kuptimin e neuroplasticitetit, individët mund të kultivojnë në mënyrë të vetëdijshme zakone mendore që çojnë drejt pjekurisë shpirtërore dhe shëndetit emocional. Kemi ardhur kështu në fund të programit për ditën e sotme. Faleminderit që keni qëndruar me ne. Faleminderit që na dëgjuat sot dhe qëndruat me ne në këtë bisedë mbi armikun e vetes. Për çdo pyetje apo sugjerim na kontaktoni në WhatsApp apo në numrin e celularit 069 63 01 634 dhe në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Netcast Studio. Deri herën e ardhshme. Miru dëgjofshim. Dëgjofshim.